Gjergj, të përshëndes, çfarë ke mundur të mësosh më tepër lidhur me mbërritjen e 40 emigrantëve të parë? Pritet që të ketë një rritje të numrit në ditët në vijim? Po, ashtu si që është konfirmuar tash edhe nga porti detari i Shëngjinit, ditën e nesme, rreth orës 15 pritet të mbërrija një parë me 25 emigrantë dhe një dytë mund të vijë rreth orës 19 me 15 emigrantë të tjerë, në total 40 që më pas do të dërgohet drejt kampit të Gjadrit. Të gjithë emigrantët, në fakt janë emigrantë që është refuzuar kërkesa azilit në Itali dhe pritet që të kryejnë procedurat e riavdësimit të tyre, fillimisht me pranimin nga vendet e origjines, më pas edhe kryerja e riavdësimit të tyre. Ajo çfarë bëhet me dije është se ditën e nesme do të jetë momenti ndoshta i fundit kur këto emigrantë do të vinë përmes rrugëve detare, pasi në vazhdimsi do të përdoret aeroporti i Rinasit për të sjellë pikërisht emigrantët dhe ky numër pritet të jetë më i lartë në vitet në vazhdim. Ndërkohë, konfirmohet së tashme për ditës së sotme dhe në vazhdim ka filluar sërish rekrutimi i të gjithë punonjësve që ishin bërë pjesë qendrës pritëse të Shëngjinit, por edhe në qendrën akomoduese të Gjadrit për të riaktivizuar sërish me ndryshimin e marrëveshjes të nënshkruar me qeverinë shqiptare dhe asaj italiane, që tashmë parashikohen që në Gjadër do të vinë emigrantët që është refuzuar kërkesa e azilit. Këto emigrantë, sipas asaj që konfirmuar tashmë, do të kenë një kohëzatje më të madhe të qëndrimit të tyre maksimal, kohëzatje maksimale deri në 18 muaj, derisa të kryen të gjitha procedurat, por edhe të ankimimeve që mund të bëhen pikërisht këto emigrantë që janë kapur në urat neutrale dhe janë vendosur në qendra pritëse në Itali, por që pas refuzimit që është bërë atyre pjesa e azilit dhe qëndrimit në Itali, tashmë është të forcuar që ato të vinë drejt Shqipërisë dhe konkretisht në Gjadër, ku do të johet në temë këto procedura, por që në përgjithësi bëhet fjalë për emigrantë që pritet vetëm riavdësimi i tyre nga vendet e origjines së tyre, që konsiderohen vende të sigurta dhe që përpalen italiane nuk ka arsye se do të qëndrojnë në Itali, për sa kohë janë emigrantë pa dokumenta të rregullta dhe që kanë shkelur pikërisht edhe emigrimin e ligjshëm, siç konsiderohet ndryshe, dhe duke filluar nga java tjetër, pritet të vinë të tjerë emigrantë, por fillimisht do të ndalohen në aeroportin e Rinasit dhe më pas sërish ato do të vendosen në Gjadër për të kryer të gjitha procedurat pritëse dhe më pas për të akomoduar në qendrat e Gjadrit së bashku me të tjerë migrantë, por edhe ku do të trajtohen përmes personelit që tashmë po organizohet, pasi më parë kishin kontrata 3 mujore dhe për shkak se pat një ngërç sa i përket zgjidhjes së çështjes së mbërritjes së emigrantëve, në përfundimin apo miratimin e një tjetër dekreti të qeverisë italiane, ka filluar ky reaktivizimi i tyre dhe tashmë po pritet vetëm nënshkrimin e kontratave të tyre për të vijuar sërish punën në kampin e Gjadrit. E kuptoj. Faleminderit, Gjergj, për këtë raportim të drejtë.